Nisur nga fakti se zona e Korçës karakterizohet nga një moti ftohtë, prej disa vitesh është bërë mundur fal një vendimi në Këshillin Bashkiak për shtimin e periudhës dimërore me një muaj, duke e shtrirë atë nga 1 nëntorie deri në 31 mars. Sipas këtij vendimi, në të gjithë bashkinë e Korçës është shpërndar lënda djegëse për shkollat dhe kopshtet, ndërsa mësohet se në shumicën e këtyre institucioneve ka nisur ngrohja. Ka edhe institucione si shkolla Tefta Tashko Koço në Korçë, e cila në pritje të specialistëve të drejtorisë mbështetëse të arsimit për konfirmimin e funksionimit korrekt të kaldajës, ende nuk e ka nisur ngrohjen. Nuk na i kanë hapur kaldajat akoma. Jo, akoma, nuk e kanë hapur. Drejtoria mbështetëse e arsimit dhe Çerdhes ka në administrim 76 institucione arsimore në qytet dhe në fshatrat e Bashkisë së Korçës, ku pjesa më e madhe e tyre kanë ngrohje me dru zjarri, ndërkohë që pjesa tjetër me kaldaja me naftë dhe me gaz. Këtë vit fal investimeve të kryera në 2 kopshte në qytetin e Korçës, përkatësisht në kopshtin 10 dhe 12, është mundsuar kalimi nga ngrohja me dru dhe korrent në ngrohje me kaldaja me gaz. Edhe në 7 shkolla të tjera në qytet, të cilat ngrohen me kaldaja me naftë, po kryhet vlerësimi për të mundsuar ndryshimin e tyre në kaldaja me gaz, i cili është konsideruar më efektiv dhe më ekonomik.